Mirë se vini në një tjetër diskutim të thelluar. Sot kemi diçka paksa të pazakont. Po. Kemi përpara vetëm një burim, por që është një univers i tërë në miniatyr. Po flas për përshkrimin e një produkti, një fustani elegant të kuq në një faqe interneti. Duket e thjesht, por nuk është. As pak. Misioni ynë është të bëhemi si detektiv marketingu dhe të zbërthejmë se si çdo fjalë, çdo detaj kombinohen për të na treguar një histori. Pyetja është, çfarë po na shesin në të vërtetë? Ky është pikërisht pyetja e duhur. Sepse rrallëherë na shitet thjesht një produkt. Apo jo? Jo, kur? Ajo që e bën një tekst si ky kaq interesant është se funksionon si një skenar filmi. Ai ndërton një personazh, një skenë, një emocion. Po. Duke analizuar me kujdes, ne mund të kuptojmë mekanizmat e joshjes në tregtinë moderne. Domethënë, artin e transformimit të një objekti në një aspirat. I vetbesimi, pothuajse një lloj arrogance pozitive, sikur vetë ngjyra është një deklaratë, apo e interpretoj drejt. Absolutisht. E kuqe flak është një zgjedhje aktive, jo pasive. Flaka është diçka që lëviz, që tërheq vëmendjen, që ka energji. E vërtet. Nuk është e kuqja i në trondafili që mund të jetë romantike, apo e kuqja e gjakut që mund të jetë dramatike. Kjo është e kuqja e fuqisë. Pra që në fillim po pozicionohen. Padyshim. Vetë teksti e konfirmon kur thotë se ngjyra transmeton besim, pasion dhe një ndjesi rafinimi. Pra, audienca e synuar është përcaktuar qartë. Kjo nuk është për të që dëshiron të kaloj pa u vënë re. Pikërisht. Dhe me njëherë lidhen me rastet e përdorimit, mbrëmje gala, festa elegante, dasma. Skena është vendosur. Po, nuk është fustan për kafe të dielën. Jo, as pak. Ata po të thonë, ky është kostumi yt për momentet kur do të jesh protagoniste. Dhe ky është hapi i parë dhe thelbësor. Përpara se të flasim për prerjen apo materialin, ata kanë shitur qëllimin, kanë shitur premtimin. Premtimin se do të bësh një prezencë të paharrueshme. Saktësisht. Gjithçka tjetër që vjen më pas ka vetëm një detyrë, të mbështesë dhe të justifikojë këtë premtim fillestar. Mirë, hajde ta zbërthejmë pak këtë premtim. Pasi na kanë joshur me ngjyrën, kalojnë të dizajni. Po. Përshkruhet si një prerje gjatë dhe rrjedhse me një bel të theksuar. Ky është një kombinim klasik, pothuajse i sigurt. Shumë klasik. Por pastaj shtojnë elemente që e prishin pak të siguri. Këto bëhet interesante, sepse dizajni është një lojë e kujdesshme mes të njohurës dhe të papriturës. Prerja e gjatë është eleganca klasike. E kuptoj. Por pastaj kemi hapjen ansore të dizajnuar me kujdes. Apo, kjo është doza e joshjes, prekja moderne, dhe gjua është fantastike. Apo jo, nuk është thjesht një çarë. Është e dizajnuar me kujdes, gjë që e bën të tingëllojë sofistikuar, jo vulgare. Po, i heq çdo konotacion negativ. Dhe justifikimi i dyfisht është genial. Hapja ansore shton një prekje joshse, por gjithashtu lejon lëvizje të lirshme. Pra, po të thonë që mund të jesh seksi dhe komode në të njëjtën kohë. Nuk ke pse të sakrifikosh asgjërin. Ky duket si mesazhi kryesor këtu. Është menaxhimi i rrezikut për konsumatorin. Shumë njerëz duan të duken bukur, por kanë frikë se mos duken shumë ose kanë frikë se mos nuk ndihen rahat. Po, e vërtet, ky përshkrim i shqetëson të dyja këto frikra. Dhe e njëjta logjik vlen edhe për elementet e tjera. Si për shembull, kemi brezat e hollë rreth shpatullave, të cilët, siç thot teksti, balancojnë fuqinë e ngjyrës së kuqe me delikatesën femërore. Është një studim i tërë në ekuilibër. Dhe detajet dekorative në pjesën e sipërme që reflektojnë dritën. Këto duket se janë aty për t'i dhënë atë shkëlqimin modern, apo jo? Po, për ta bërë të duket më i shtrenjtë dhe më aktual. E largojnë fustanin nga territori i thjeshtësisë dhe e fusin në atë të luksit modern. Pra marrin një siluet klasike? Po, një siluet klasike dhe e përditësojnë me detaje që e bëjnë të ndihet e veçantë dhe bashkohore, pa e bërë kur të duket ekstreme. Mirë, tani vim të pjesa që gjithmonë më bën pak skeptike kur lexoj përshkrime të tilla. Materiali. Materiali. Me të sinqert, në fund të ditës është poliester. Si arrin ta shesin këtë si diçka luksoze? Kjo është magjia e gjuhës së marketingut. Fjala kyçe këtu është efekt. Efekt. Ata nuk gënjejnë, nuk thonë se është saten mundafshi. Por, efekt sateni, menjëherë evokon në mendjen tonë gjithë idenë e luksit, shkëlqimit dhe butësisë që lidhet me satenin.
E kuptoj, po pikturojnë një tablo me fjalë. Pikërisht. Dhe më pas e përforcojnë këtë duke thënë se ai kap dritën dhe krijon një shkëlqim të sofistikuar. Dhe menjëherë pas kësaj, ata kundërshtojnë anën negative të poliestrit, duke thënë se është i butë, i ajroshëm dhe i rehatshëm. Sërish loja e dyfisht. Po, pamja e luksit, por pa koston dhe pa bezdinë e materialeve delikate. Kjo strategji është tërësisht aspirative. Është krejt e kundërta e një marke, le të themi veshje sportive, ku do flitej për funksionin. Ktu shitet ëndra. Po, askush nuk e blen këtë fustan për vetitë e tij teknike. Jo, e blen për mënyrën se si do të ndihet kur ta vesh. Dhe për ta bërë këtë ëndër më të besueshme, ata flasin për mjeshtrinë, përmenden qepjet dhe finisazhi të realizuar me përpikri. Dhe qepjet e forcuara. Këto janë detaje që synojnë të ndërtojnë besim. Po justifikojnë çmimin. Padyshim. Kur lexon për përpikëri dhe standard të lartë mjeshtrie, ti si konsumator fillon ta ndërtosh vlerën e perceptuar të produktit. Të sigurojnë që nuk po blen diçka të lirë. Po, të thonë se ky fustan është një investim. Dhe kjo ide përforcohet në mënyrë brillante te pjesa tjetër. Udhëzimet e kujdesit. Më duhet ta pranoj, kur lexova larje me dorë, hekurosje në temperaturë të ulët, mendova me vete, sa shumë punë për një fustan. Duket kundër intuitive. Në pamje të parë po, por psikologjikisht është një lëvizje mjeshtërore. Nëse e lidhim këtë me tablon e gjerë të vlerës, këto udhëzime e rrisin vlerën e produktit. Si ka mundsi? Ato komunikojnë në mënyrë indirekte se kjo nuk është një veshje e zakonshme që thjesht e hedh në lavatriçe. E kuptoj. Më kujtohet kur bleva një këmishë që thoshte diçka si laje vetëm në hënë të plot. E po, jo fiksa ashtu, por gati. Të bën ta trajtosh si diçka të shenjtë. Pra, edhe mënyra se si duhet ta lash, tregon që ky nuk është një fustan i zakonshëm, po e shndërroi në një objekt të çmuar. Saktësisht. Ky rituali i kujdesit e lartëson fustanin në statusin e një tesari personal. Pra, edhe udhëzimet e larjes bëhen pjesë e narrativës së luksit. Nuk kanë lënë asnjë detaj pa e integruar në këtë histori. Dhe historia nuk mbaron me vetë produktin. Jo, as pak. Sepse pastaj të tregojnë saktësisht se si ta jetosh këtë histori, sugjerimet e stilimit. Më pëlqen që ofrojnë dy rrugë të qarta. Po, kjo është shumë e zgjuar. E para, pamja klasike dhe e rafinuar, taka neutrale, bizhuteri minimale, një zgjedhje e sigurt. Për ata që nuk duan të rrezikojnë. Dhe e dyta, për një efekt më dramatik, bizhuteri metalike, flok të kapur lart. Duke bërë këtë, ata po bëjnë diçka shumë të rëndësishme, po hiqin ankthin e vendimit nga konsumatori. Pyetja, po me çfarë ta vesh këtë? Pikërisht, është një pengesë reale për shumë blerës. Duke ofruar një manual të gatshëm, ata jo vetëm që tregojnë fleksibilitetin e fustanit, por e ndihmojnë klientin të vizualizojë veten. Po, në versionin përfundimtar, nuk po shesin thjesht një fustan, por shesin një pamje të plot, një moment të kuruar. Ti çfarë mendon? Si konsumator, a të bind një gjuhë e tillë apo të duket artificiale dhe egzageruar? Është një pyetje e mirë. Mendoj se varet nga konteksti. Për një produkt si ky, ku blerja është tërësisht emocionale, kjo gjuhë funksionon. Sepse po blen një ndjenjë. Po, për një rast të veçantë. Nëse do të ishte përshkrimi një çekiçi, do të ishte qesharake. Por këtu, ata po shesin një fantazi dhe gjuha duhet të jetë në lartësinë e asaj fantazie. Dhe gjithë kjo na çon te pyetja finale. Pra, çfarë do të thotë gjithë kjo? Kemi ngjyrën e fuqishme, dizajnin, materialin, e gjithë kjo për 150 euro kormor. Po. Përshkrimi përfundon me një përmbledhje të drejtë për drejtë. Pse do ta përqeni këtë set? Dhe ajo përmbledhje është kulmi, momenti kur të gjitha pjesët bashkohen. Ajo ripërsërit të gjitha pikat e forta, elegancën, stilin, sigurinë, rehatin. Pra, po përmbledhin premtimin. Po. Dhe këtu arrin në thelb. Ata nuk po shesin thjesht një objekt, por një identitet, një përvojë. Çmimi prej 150 euro kormor nuk është për metrat e poliesterit. Por për të bler biletën, për të bërë personi që përshkruhet në tekst. Saktësisht. Kjo më kujton se si markat e makinave luksoze nuk flasin kur për konsumin e karburantit. Ata flasin për përvojën e drejtimit, për statusin, për ndjesinë e lirisë. Pikërisht, është e njëjta psikologji.
Fustani është thjesht mjeti për të arritur një ndjesi të dëshiruar. Një mjet për të arritur një qëllim. Dhe ky është shembulli perfekt i marketingut aspirativ. Ai nuk i drejtohet nevojave tona racionale, por dëshirave tona më të thella, dëshirës për të ndjerë të bukur, të sigurt, të veçantë. Dhe çdo fjalë, nga flak të udhëzimet e larjes, i shërben këtij qëllimi. Po, për të na bindur se ky produkt është çelësi për të zhbllokuar një version më të mirë të vetes sonë, qoftë edhe vetëm për një natë. Pra, duke i përmbledhur, kemi parë se si çdo element i këtij përshkrimi është një fije e ndërthurur me mjeshtëri. Ngjyra vendos tonin, dizajni ofron premtimin, materiali justifikon vlerën. Dhe këshillat e stilimit ofrojnë vizionin. Nuk është një listë faktesh, por një histori e kuruar. Po, dhe kjo më bën të mendoj për një detaj të fundit, ndoshta më modernin, që përmendet në faqe. Cili është ai? Aty flitet për një veçori të quajtur virtual try-on, ose provë virtuale. Kjo për mua hap një kapitull krejt të ri. Dhe ngre një pyetje provokuese për të ardhmen e modës online. Në ç'kuptim? Deri tani, gjithçka që diskutuam ishte pjesë e një historie, një ëndre të ndërtuar me fjalë dhe imazhe perfekte. Por çfarë ndodh kur teknologjia të lejon ta shohësh këtë ëndër të veshur mbi trupin tënd real, digitalisht? Përpara se ta blesh. Po. A e mbyll kjo hendekun midis marketingut aspirativ dhe realitetit? A e bën premtimin më konkret dhe të besueshëm sepse e sheh me sytë e tu? Apo nga ana tjetër, a rrezikon ta thyej imagjin? Nëse versioni digital nuk duket aq perfekt sa në imagjinatën tënde, a prishet i gjithë historia? Kjo është pikërisht pyetja. Apo bëhet teknologjia një urë drejt realizimit fantazisë, apo një pasqyrë e pamëshirshme që mund ta shkatërrojë atë? Kjo marrëdhënie e re mes aspiratës dhe realitetit virtual është ndoshta betejë tjetër e madhe në artin e të shiturit. Dhe ky është një mendim për të reflektuar herën tjetër kur të jemi duke shfletuar online.